Çfarë kuptimi ka në simbolet në etiketën e rrobave? A ju ka ndodhur që ti shkatroni veshjet pasi I keni larë? Mund t'jenë zbardhur ose ngushtuar për shembull, të mos flasim për ekurosjen. E gjithë kjo sepse me shumë mundësi nuk I keni kushtuar rëndësi etiketave. Nëse herën tjetër dyshoni se mos prishni ndonjë rrobë delikate, ja çfarë nënkuptojnë simbolet. Simbolet për larje. Simbolet e vaskës tregojnë se në të cilën temperaturë dhe në cilën cikël rrotullimi duhet të lani rrobat, ose nëse rrobat mund të lahen në lavatriçe. Simbolet e tharjes. Rrobat mund të thahen duke u varur në tel ose në lavatriçe. Simbolet e tharjes janë shumë të rëndësishme pasi mund të shkaktojnë tkurrjen e veshjeve. Simbolet e zbardhjes. Trekëndshi nënkupton që mund të përdorni zbardhues. Trekëndshi me X do të thotë që nuk duhet të përdorni. Simbolet e ekurosjes. Këto simbole janë të thjeshta, me shumë pika dhe me letra në temperatura. Nëse ka X nuk do t'u ekuroset. Nëse X-i ndodhet poshtë simbolit të ekurit nënkupton që nuk duhet të përdoret avull.